dituria, thot Shqipëria ime. Kjo lidhet, kam i shënim këtu që kjo pyetje lidhet, kjo koment lidhet me foton që unë postova të një familje nga emigracioni që ma dërgoi a një numër i panjohur duke më treguar zarfin e KQZ-s që ishte mbritur në shtëpinë e tyre. Dhe natyrisht që unë i mora leje për ta postuar, patjetër, se nuk mund të postoj një foto të ardhur në telefonin tim, pavarësisht se në momentin kur ajo vjen, ata që e dërgojnë, e kanë dërguar që unë të administroj, dhe me shumë kënaqësi dërguesi djali që është në bashkëshorti, që është në atë foto, më tha, mund bëni çfarë doni, mund ta përdorni si doni. Kuptove Shqipëria ime? Pra, unë zë dituria nuk jam, por disa gjëra besoj që edhe unë i di. Edhe do ta besosh edhe ti që edhe unë i di. Ndërkohë që ajo që ka rëndësi për këtë koment është fakti që tani më jemi në fazën e jetësimit të një zotimit hershëm që unë kam marrë përpara jush për të mundësuar votën e emigrantëve, votën e shqiptarëve të Europës dhe të parë botës që duhet marrin pjesë në procesin zgjedhor. Dhe jetësimi po ndodh tani më zarfat e KQZ-s po shpërndahen. Gjithandej, me sa e kam parë, procedura është e thjesht, është standarde, sigurisht duhet parë në vëmendje udhëzimi i KQZ-s, sepse është mirë të kuptohen disa gjëra shumë të thjeshta. Keni parasysh që vendoset një shënim kryq viz rreth, po brenda kuadratit ku shkruhet numri 5. Dhe vetëm aty, në çdo kuti tjetër, vota juaj është juridikisht e vlefshme, por politikisht e pavlefshme, sepse është e hedhur në kotsinë e përgjithshme jashtë territorit të shumicës, që në ditën e sotme, në këtë moment historik, duhet të jetë një shumicë përtej shumicës Partisë Socialiste për të realizuar me sukses negociatat në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme për të gjithë ju, përtej fanelës së partive. Dhe pastaj, sipas dëshirës, edhe një preferencë të vetme në gjithë listën e emrave sipas qarqeve. Pra ne kemi ndërtuar një sistem ku secili voton në qarkun e vet, pavarësisht se jeton jashtë. Dhe aty shënon ç'a ndodhi? Aty shënon që jemi në kushtet e ç'a kam Instagrami po bërtet. Nga mungesa e vëmendjes ndihet i pa përfillur në të njëjtën njësi kohë dhe vëmendje si Facebooku dhe ka drejt, ka shumë të drejt, por nuk du t'i shqetësoj shumë miqtë e Instagramit se janë i qik më kështu kuller ata e kanë i qik më ndryshe kodin e komunikimit. Megjithëse 8 sharat janë më të hidhët, më të shpejt, më të shkurt, i bin shumë më shkurt kur shajnë. Kështu që s'ka dhe çaj komenton. Pra, me shumë kujdes udhëzimin e KQZ-s. Në ndërkohë që dikush tjetër komenton se çfarë vendi jemi ne, që akoma me post të huaj me DL, ku është posta shqiptare. Tani që t'jemi shumë të qartë, këtë sistem e përdor çdo vend. Edhe vendet më të zhvilluara përdorin këto posta të shpejta, që janë posta globale. Dakor? Pra mos i ngjisni Shqipërisë çdo gjë, për çdo gjë, sa herë që i jepet mundësia. Disa
flasin sikur s'kan parë botë me sy, ndërkohë që shkruajnë përgjithsisht nga jashtë dhe e dinë shumë mirë si funksionon bota. Shikojnë rrugën Shëngjin-Velipoj, që është tani më e përfunduar një aset i shtuar në pasurinë tonë kombëtare dhe një vlerë e shtuar në Shqipërisë turistike, e thonë rrugë e ngushtë pas siguri. Dhe është rrugë turistike, është rrugë panoramike, është rrugë mali. Tani unë nuk kuptoj çfarë i kërkoni Shqipërisë. Çfarë i kërkoni Shqipërisë? Nuk e kuptoj. Kur të gjitha rrugët turistike, panoramike, të mala në Zvicër, në Austri dhe ku të qoftë, janë me të njëjta standarde eksaktësisht. Dhe ky është standardi evropian për atë lloj rruge. Ka autostrada të kategorisë A, siç po bëjmë korridorin blu dhe korridorin e 8, ka rrugë të kategorive B, C e kështu me radhë, dhe nuk kuptoj për çfarë kërkohet. Çfarë kërkohet? Nuk e di. Ndërkohë që e theksoj, të gjitha rrugët që ne bëjmë, ku ka financim të huaj, që do të thotë mbështetje me financë, me kredit bucë, apo dhe me grant, nga institucionet financiare europiane, Banka Zhvillimore të Europës, nuk të lën ata t'i bësh jashtë standardeve europiane. Am kupton? Edhe me dash t'i bësh jashtë standardeve europiane, nuk të lën ata. E kuptoni këtë gjë? Pra janë plotësisht me standarde europiane rrugët që ne ndërtojmë. Pik. Pik. O Tonin, më thot mua kjo Tonin, po ne emigrantat jemi në Europë, harrove që e kesh popullu Shqipëni në qysh erdhe në pushtet. Po pra, në fakt, kjo idiotësi është si puna e asaj shprehjes shpif se diçka do mbetet, edhe ju ka mbetur në gojë